Ish Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur këtë të njëjtën në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në seancën e radhës së lidhur me dosjen e njohur si sterilizimi, në një zhvillim që shënoi dhe daljen e tij për herë të parë jashtë kafazit të xhamit në sallën e gjyqit. Vendimi për lejimin e Beqajt të do të qëndrojë pranë mbrojtjes së tij u mor në seancën e kaluar të zhvilluar në 28 prill ku gjykata pranoi kërkesën e paraqitur nga avokati mbrojtës. Kjo për shkak se për çështjen e sterilizimit ish ministri ndodhet në masën e sigurisë detyrim ndonë se vijon të mbahet në arrest me burg për dosjen tjetër të njohur si Saspak. Në seancën e sotme, Ilir Beqaj ul pranë avokatit të tij Ermal Yzeira, i cili paraqiti një sër kërkesash procedurale para trupës gjykuese. Mbrojtja kërkoi pushimin e çështjes ose pezullimin e saj si dhe dërgimin për interpretim në gjykatën kushtetuese. Sipas avokatit, procesi përmban problematika që lidhen me garantimin e të drejtave kushtetuese dhe procedurale të pandehurit, çështje që sipas tij kërkojnë interpretim nga gjykata e lartë kushtetuese në vend. Edhe vet ish ministri Beqaj mori fjalën gjatë seancës duke deklaruar se procedurat e ndjekura ndaj tij kanë qenë shkelje të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Ai pretendoi se procesi nuk ka respektuar standardet e një gjykimi të drejtë dhe se janë cënuar të drejtat e tij procedurale. Dosja e sterilizimit është një nga çështjet më të rëndësishme të hetuara nga prokuroria e posaçme, që lidhen me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale në sistemin shëndetësor publik. Në këtë proces Ilir Beqaj akuzohet për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën si dhe për grup të strukturuar kriminal. Spak pretendon se gjatë procedurave të dhënies dhe zbatimit të koncesionit janë shkaktuar dëme financiare ndaj shtetit. Ndërkohë pjesa tjetër e të pandehurve të përfshirë në dosje janë gjykuar më herët në një proces të ndarë përmes procedurës së gjykimit të shkurtuar duke përfituar ulje të dënimit. Çështja ndaj ish ministrit vijon të mbetet në shqyrtim në gjykatën e posaçme, ndërsa pritet që në seancat e ardhshme gjykata të vendosë mbi kërkesat paraprake në mbrojtje dhe vijimin e procesit gjyqësor.